Ju përshëndesim gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. 2 ditë pas nisjes së fushatës elektorale, Edi Rama dhe Sali Berisha do të vazhdojnë betejën në veri të Italisë. Në takime me shqiptarët këtë të diel, Rama do të jetë në Milano, ndërsa Berisha në Brescia, 2 prej qyteteve kryesore të Lombardisë, zona më e zhvilluar ekonomike e Italisë. Vetëm 100 kilometra larg njëri tjetrit, Rama dhe Berisha do të masin forcat në diasporë, duke bërë këtë përplasjen më interesante të dy krerëve të politikës në takimet me emigrantët shqiptarë. 2 ditë pas sheljes fushatës elektorale, Rama dhe Berisha do të masin forcat në diasporë. Të dy janë shpërngulur në Itali në takime paralele me emigrantët në Milano dhe Brescia. Kryesocialisti prej një muaj ka nisur përgatitjet për këtë takim, ndërsa Kryedemokrati nuk mbetet pas, kur vetëm disa ditë më parë njoftoi se do të ishte në Brescia këtë të diel. Rama dhe Berisha do të jenë vetëm 100 kilometra larg njëri tjetrit, për të treguar në numra mbështetje nga emigrantët në vendin me regjistrimet më të larta nga diaspora. Mbi 90.000 emigrantë shqiptar janë regjistruar për të votuar nga Italia, ose thënë ndryshe 1/3 e totalit, dhe vetëm 2 ditë ndaj nga mbërritja e zarfeve të para në Europë, dhe nga 15 prilli emigrantët do të japin verdiktin e tyre të parë. Takimi i Ramës fillon në orën 15, ndërsa ai i Berishës në orën 16. Përveç se një përballje se kush mbush më shumë sallën në 2 qytetet më të mëdha të Lombardisë, kjo do të jetë edhe një betejë audience. Edi Rama mbajti një fjalim historik në sheshin Skënderbej, ku ftoi shqiptarët ka përcej ndarjet politike dhe ta votojnë si kryeministrin e qeverisë që fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Rama tha se qeveria ti ndjek profecinë e Skënderbeut dhe fatin e pandarë të Shqipërisë nga Europa, së cilës i përkasim që prej 1000 vjeçarit. Rama tha se po merr fund për çmimi i Europës dhe po nis respektin ndaj shqiptarëve si të barabartë me qytetarët e tjerë të Europës së Bashkuar. Në simbolikën e 12 yjeve në flamurin e Bashkimit Evropian dhe në ritmet e motiveve tradicionale shqiptare, socialistët hapën zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fjalën e tij përpara mira mbështetësve, kryesocialisti Edi Rama kërkoi votat për tej të majtës dhe të djathtës për t'i dhënë shqiptarëve pasaportën europiane brenda 4 viteve të ardhshme. Një mundësie historike për Shqipërinë, që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Europiane. Kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Rama tha se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan që njësohet me ndjenjën e përkatësisë ndaj Europës. Ai u ndal tek figura e Skënderbeut për të shpjeguar se Shqipëria i përket kontinentit të vjetër. Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Bashkë nga malet u dëgjua në më shumë se 700 vite më parë zëri gjëmues i arbërorëve mbi shtrojën e kaltër të Adriatikut dhe të Mesdheut, duke i shpallur Europës se ata ishin pema e lashtë e kopshtit saj dhe filizi gjithmonë i njohur mes kombeve të saj të plakura. Nuk la pa projektuar as Shqipërinë 2030. Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. Një vend me një tjetër pozicion dhe një tjetër fuqi, si një shtet antar i një familje të madhe, lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma. Një koment Rama i kishte edhe për kundërshtarët politik. Po prioritet sipas Kënetës është kthimi i bufit për të 3-ën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm në Shqipëri. Ndërsa kënga që do të shoqërojë socialistët për gjatë kësaj fushate do të jetë bashk për një qëllim në Europë. Të
Grupimi I socialistëve në sheshin Skënderbeu kthye në ftesën e shumicës për të marrë votën e shqiptarëve jo për mandatin e 4, por për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në simbolikën e 12 yjeve të BE-s, drejtuesit e 12 qarqeve premtuan se fitoria e socialistëve do të jetë në numër absolut. Fieri me 11 mandate, Durrësi me 9, Kuksi me 2 apo Gjirokastra me 4, socialistët kështu thonë se do të fitojnë më shumë se 80 mandate. E kemi mirëqenien e qytetarëve. Prandaj jemi sigurt se ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë përsëri. Qarku I Dibrës në këtë zgjedhje do të shndrohet si gjithë Shqipëria në një qark I cili do të votojë masivisht Partinë Socialiste. Pasi ne besojmë fort te kjo forcë politike, e cila ka shumë organizim, e cila ka shumë frymë, por mbi të gjitha ka një lider I cili ato që premton e bën, fjalën e dhënë e mban. Dhe ai na ka premtuar gjithë ne socialistëve, progresistëve, gjithë shqiptarëve, që ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian brenda këtij mandati. Prandaj të votojmë masivisht Dibra dhe gjithë Shqipëria, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Po kërkojmë një mandat 4. Mandati 4 ndoshta duket si shumë. Për ata që hedhin çdo ditë baltë mbi ne. Po ky është mandati shqiptarëve. Ky është mandati I cili do të përmbush një marrëveshje që Edi Rama ka nënshkruar me popullin shqiptar në 2013. Për ta quar Shqipërinë një herë e mirë në Europë. Për t'i bërë shqiptarët antar të Bashkimit Evropian ashtu siç I takon. Shqiptarët që kanë lindur në mes të mesdheut, në zemër të Europës. Shqiptarët që janë më europian se kushdo tjetër. Dhe tashmë është koha që ata t'i bashkohen asaj tryeze, që është tryeza e tyre natyrale. Qarku I Fierit ka një objektiv: 10 mandate deputetësh për t'i ulur në sallën e parlamentit shqiptar. Nga Tropoja, Hasi, Kuksi, ka filluar edhe transformimi. Mbaj mend si e kisha parë Kuksin vite më parë. Qytetin brenda, balt, siç kanë qenë dhe lagjet e Tiranës. Shkova mbas disa vitesh në Tropojë dhe nuk e njohta Tropojën. Madje mësova edhe në Viçidol ujësjellsin e kishte quar Edi Rama. Dhe do të përfundojmë garën të paktën me 9 deputet. Populli I Durrësit, I Krujës, Shijaku do të na besojë mandatin e 4 për të përmbushur misionin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të çuar në vend amanetin atyre që në zonën tonë luftuan për një Shqipëri evropiane, me liri e të drejta të garantuara për të gjithë dhe për të dhënë të gjithë fëmijëve tanë pasaportën e qytetarëve të barabartë të Europës. 30 ditë vendimtare për të vullosur një zgjedhje që ka nisur prej kohësh, që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, që puna të mos ndalet, që progresi të bëhet I pathyeshëm. Tirana është shëmbëltyra e këtij transformimi. Fal vizionit dhe punës së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Dhe vetëm Edi Rama dhe Partinë Socialiste ne mund t'i japim finishit vunën e antarësisë, pasaportën europiane. Këto zgjedhje janë dhe të Partisë Socialiste, janë të Partisë Socialiste, janë të Shqipërisë, janë të shqiptarëve me Edi Ramën. Fitore, fitore, fitore. Ne do sjellim 7 mandate nga Korça për fitoren e Partisë Socialiste. Fitore! Kryetari I Partisë më të madhe të Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama! Mirë se keni ardhur në këtë festë të madhe.
për të quar Shqipërinë një herë e mirë në Europë. I thash hajde se unë do ngelen vetëm me zërin tim. Lea Gjivita dhe Sali Berisha janë përplasur padashje me deklarata, ndërsa Partia Demokratike paraqiste programin e saj të shtunën pasdite. Lea Gjivita tha se programi po do si ngjan atij të Donald Trump, por vetë Berisha më pas tha se programin e ka bërë gati në vitin 2022, 2 vite para se Trump të zgjidhej president. Ky është lapsusi i dytë i Berishës, pas atij pak ditë më parë, kur premtoi uljen e taksës mbi dividendin në 10%, ndërkohë që qeveria socialiste ka ulur atë në 8% që nga viti 2021. Një ditë pas hapjes së fushatës, Partia Demokratike shpalosi programin elektoral në një tubim që u mbajt në Pallatin e Kongreseve pas ditën e kësaj të shtune. Pas një klipi që shfaqte Berishën si Trumpist dhe Ramon si Sorosist, në skenë u ngjit Lea Gjivita, ai tha se programi demokratëve është i ngjashëm me atë të presidentëve Reagan dhe Trump. But we have Dr. Berisha, a real friend to Albanian families. Kemi Dr. Berishën, një mik të vërtet për familjet shqiptare. Ai ka një program të vërtet për të ulur koston e jetesës për familjet shqiptare dhe një plan të mirëfillt konservator, ashtu si presidenti Ronald Reagan dhe Donald Trump. Por kryedemokrati Sali Berisha tha se programin e ka bërë vetë 3 vite më parë. Ai foli për minimumin jetik 200 euro dhe premtoi se nëse vjen në pushtet, pas 100 ditësh të qeverisjes së tij, nuk do të ketë më të varfër. Ky projekt që prezantojmë ne sot nuk ka dal nga hiçi. As nuk e kopjuam Gjikundi, as nuk u hartua në 3 muaj. Sa për fushat elektorale, jo dhe jo. Por janë dashur 3 vitet plota për të hartuar projekte e Shqipërisë madhështore. Do kenë 200 euro minimum jetik. 100 ditë të para. Në Shqipëri përjashtohet varfëria ekstreme. Asnjë shqiptar nuk mund të jetë më në varfëri ekstreme. Nuk harroi të shigjetonte as kundërshtarët e tij, të cilët i akuzon se i kanë kopjuar programin. Një projekt aq i mirë sa dhe Partia Socialiste, që qeverisi 12 vjet me mashtrim e vjedhje, u kthye, ta vlerësoi, ta vjedh dhe ta kopjoi. Ndonë se kundërshtar politik Edi Rama e pranoi se nuk ka projekt, apo më mirë të themi, projekti i tij është vetëm dora për të vjedhur. Po miqtë e mi, kopja mbetet kopje shëmtuar. Përmes një plani të posaçëm për monitorimin dhe matjen e nivelit të zhurmës në lokale apo ambiente që gjenerojnë muzikë të lartë, policia ka nisur një aksion për parandalimin e ndotjes akustike në kryeqytet. Gjobat për subjektet e konstatuara në shkelje variojnë nga 2 deri në 4 milion lek dhe në rast përsëritjeje deri në pezullimin e aktivitetit. Si rezultati verifikimeve, një subjekt u gjobit me 3 milion lek pasi operonte në kundërshtim me normat e përcaktuara ligjore për nivelin e zhurmës. Policia e Tiranës u bën thirrje qytetarëve të raportojnë çdo rast të ndotjes akustike. Një 28 vjeçar është vënë pranga, ndërsa 2 bashkëpunëtorë të tij janë shpallur në kërkim nga policia e Kuçovës. Pas hetimit disa vjeçarë është zbardhur një rast i kultivimit të qindra bimëve narkotike në vitin 2021. Policia thotë se janë proceduar penalisht edhe 4 persona të tjerë, pasi gjatë një kontrolli në banesat e tyre u gjetën armë gjau, fishek, armë sportive dhe 16.980 pound britanik.
I arrestuari dhe 2 të shpallurit në kërkim, dyshohet se në vitin 2021 kanë kultivuar në fshatin Mendrak në Kuçov bim narkotike kanabis, të cilat janë konstatuar dhe asgjësuar në atë kohë nga policia. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Ekspertët e teknologjisë ngren alarmin për pasiguri në rrjetet sociale, ato bëjnë apel të kemi kujdes me blerjet online apo me pranimin e mesazheve mashtruese. Statistika tregojnë se rritja e numrit incidenteve me sigurinë kibernetike lidhet më së shumti me gabimet njerëzore. Një klikim në telefon apo kompjuter shpesh mund të bëhet shkak për t'ju vjedhur të dhënat personale apo parat në llogarin bankare. Statistikat globale tregojnë se mbi 90% e incidenteve me sigurinë kibernetike nisin nga një gabim njerëzor. Në një botë që lidhet gjithnjë më tepër përmes teknologjisë, specialistët tregojnë se si të mbrohemi. Për shembull, kur bëjmë një blerje online, duhet të jemi pak të kujdesshëm, të jemi të fokusit jetë domenet.al. Sepse domenet.al janë ato që edhe monitorohen nga autoritetet. Të blejmë gjithmonë me një kartë debiti në thonjza me jo shumë gjendje, sidomos kur jemi fillestar edhe bën edhe gabime dhe keqbërësit mund të marrin kartën tonë dhe mund ta përdojnë për blerje online. Shumica e sajteve duhet të jenë me atë TTPS-n atje sipër, me atë drynin që tregon që siguria në këtë faqe të internetit është enkriptuar. Në sajte ku është PayPal-i, është e sigurt dhe mirë që të përdorni PayPal-i në shumicën e sajteve që janë ndërkombëtare dhe nuk i njihni, sepse PayPal-i mund t'ju kthejë parat brapa deri në 30 ditë. Sulmuesit sot shpesh nuk kanë nevojë të thyen kode, ju mjafton një mashtrim në rrjetet sociale. Më voto te ky linku, do të vini SMS dhe do më kthesh përgjigje. Çdo SMS që ju vjen nga media sociale, në asnjë mënyrë nuk do ta ndani me asnjëri. Mund të vjedhi social media-n tonë, Facebookun, Instagramin e tjerë radhë çfarë mund të kesh. Vetëm duket i nisur ti atë kodin me 6 shifror. Dhe dëshira për të ndihmuar shpesh mund të çojë në gabime. Nëse keni rënë pre një mesazhi në WhatsApp, mashtruesit mund të komunikojnë në emrin tuaj, por ndryshe nga sa ndodh me media të tjera sociale, llogarin mund ta rimerrni shumë shpejt, ndërsa bisedat e mëparshme kanë mbetur vetëm në telefonin tuaj. Dërgim mesazhesh në formë phishing quhet, në formë peshkimi, që i bëhet përdoruesve që të nisin prapë të passwordin me 6 shifra një përdorësi tjetër, por WhatsApp-i ka diçka që nuk mund ta marrë dikush aksesin në WhatsApp dhe të di bisedat e tua. Sepse të gjitha të dhënat e WhatsApp-it ruhen në telefonin tënd dhe nuk ruhen në cloudin e Facebook-ut. Kështu që ose Metës, që është kompania që ka në pronësi. Kështu që edhe nëse bëni një gabim, ju mund ta rilogoni prap me të njëjtin numër me numrin tuaj dhe atë kodin që do ju vi përsëri, të logoni prap dhe të aksesoni WhatsApp-in tënd. Në të kundërt nga mediat e tjera sociale që po të morën dhënat, çdo dhe dhëna jote është ruhet në serverat e Metës dhe po të morë accountin, ka marrë gjithë historikun tënd e me radhë. Teknologjia sipas specialistëve është vetëm një mjet. Mënyra se si e përdorim është ajo që bën ndryshimin. Për gjatë ditëve të fundit, një trend është kthyer viral në rrjetet sociale, konkretisht kthimi i imazheve në personazhe të animuar, që është një fenomen i përhapur nga ChatGPT. Por ekspertët e sigurisë ngren shqetësimin për ekspozimin e të dhënave personale. Ekspertët rekomandojnë të mos ngarkohen në këto platforma fotot me përmbajtje të ndjeshme apo shumë private, pasi mund të përdoren nga inteligjenca artificiale pa lejen tuaj. Një fenomen i pazakontë është bërë së fundmi viral në rrjetet sociale, nga do mund të shihni imazhe të kthyer në personazhe të animuara. Gjithçka është frymzuar nga studio e famshme japoneze e filmave të animuar, Ghibli. Fenomeni u përhap nga ChatGPT, platforma inteligjencës artificiale u mundson përdoruesve realizimin falas të imazheve. Por gjërat falas kanë edhe kosto. Ekspertët e sigurisë kanë ngritur shqetësimin se fenomeni nuk ka vetëm anët argëtuese. Sipas specialistëve, në momentin që fotot i jepen këtyre platformave online, humbet kontrolli mbi to. Por për çfarë mund t'i përdorë ChatGPT imazhet tona? AI përdor për trajnim, pra nëse 100 shqiptarë i dërgojnë foto për të gjeneruar një foto ilustruese,
AI në këtë formë kupton tiparet e njerëzve shqiptar, kupton se si shqiptarët janë, tiparet e tyre, mimikat e fytyrës, edhe kur AI t'i kërkohet një video me shqiptar, normalisht kur është përdorur në masë, AI do jetë më i trajnuar për të nxjerrë një foto që i përshtatet më shumë shqiptarëve. Përdorimi në masë i këtij trendi sjell ekspozimin e të dhënave personale, vendodhjes apo imazheve sensitive, të cilat mund të jenë shumë private. Anët më të rrezikshme është që nëse pas 10 vitesh ne kërkojmë një foto, me gjeneron një foto ose një video me shqiptar në një autobus ose në një kafe, të shohim veten tonë në këtë video. Pra të përdoret imazhi jon pa lejen tonë. Edhe në fakt disa rrjete sociale, disa platforma tek kushtet dhe rregullat e tyre kërkon miratimin tonë për përdorimin e imazheve tona. ChatGPT është një platformë serioze, megjithatë, sipas ekspertëve, situata bëhet më shqetësuese kur përdoren aplikacione të panjohura për të krijuar imazhe animacioni. Rekomandohen që të mos ngarkohen në këto platforma fotot me përmbajtje të ndjeshme dhe shumë private, të cilat mund të përdoren më pas në rastet e tjera pa lejen tuaj. Çështja më problematike është kur ne përdorim foto që janë të jetës tonë përditshme, foto të cilat ndoshta nuk duam t'i bëjmë publike, dhe problemi më serioz bëhet kur këto foto gjenerohen nëpërmjet platformave që nuk janë shumë të njohura dhe janë të palëve të tredha. Përveç fotove të gjeneruar që na kthen mbrapa, mund të ruhen edhe fotot tona origjinale në serverat e tyre, që mund të keq përdoren më mbrapa për shantazh. Ndërsa trendi vijon të jetë i përhapur dhe rrjetet sociale janë pushtuar me imazhe të animuara, përfshirë dhe personat publik, ekspertët nxjerrin në pa edhe anët pozitive të këtij fenomeni. Video që do gjenerohen në të ardhmen me AI do i përshtaten shumë shqiptarëve, pra do duket vërtet si një person shqiptar. E ndërsa shijojmë imazhin e Studio Ghibli, me rëndësi është të sjellim në vëmendje se privatësia është e rëndësishme. Përdoruesit këshillohen të jenë të kujdesshëm me aplikacionet që zgjedhin për të realizuar këto imazhe. Ato duhet të jenë të njohura dhe të verifikuara. Valmira, prej një viti e gjysmë, lufton me kancerin e gjirit. Ajo tregon sfidat me cilat është përballur duke nisur nga transformimi fizik dhe deri tek frika për fëmijët. Por pavarësisht gjithçkaje, 42 vjeçaria nga Korça thotë se tumori e ka bërë më të fortë dhe ka vendosur ta jetojë çdo ditë jetën e buzë qeshur. E buzëqeshur dhe e mbushur me shpresë, Valmira Ruka prej më shumë se një viti po përballet me sëmundjen e rëndë të kancerit të gjirit. 42 vjeçaria nga Korça në profesion ekonomiste, është nënë e 2 fëmijëve dhe dashuria e pazëvendësueshme e tyre, është kthyer në forcë për të luftuar përballë kësaj beteje. Le të themi një vit më shumë, një vit e gjysmë që përballem me këtë betejë. Jam e diagnostikuar me kancerin e gjirit dhe vazhdoj me terapi, me kimio. Unë jam nënë e 2 fëmijëve, kam 2 fëmijë të rritur, një vajzë dhe një djalë. Valmira më parë gëzonte shëndet të plot dhe spitalet ishin të panjohura për të, ndaj përballja me kancerin pas të 40-tave, ishte si një rufe në qiell të hapur. Nuk e mendoja kurse si, nuk me përjashtim të rasteve, kur unë kam lindur 2 fëmijët, do më thënë nuk kam trokitur për të qenë problematike në dyert e spitaleve, kam gëzuar do më thënë një shëndet të plot, dhe në momentin kur mbas ekzaminimeve mora vesh që kam diçka vërtet serioze në organizmin tim, gjë e parë që më kujtua dhe që më erdhi kështu bomb ishin fëmijët, të 2 fëmijët e mi, dhe më shumë vajza. Thash, mendova, a do të arriun të shikoj vajzën time, ndoshta me velo? Kjo ishte gjë e parë, pastaj thash, kjo është një ide shumë budallaqe, shumë idioteske, ti do ta fitosh këtë betejë. Gratë e diagnostikuara me kancer gjiri, me skalvarit të shumë sfidave, duhet të përballojnë edhe atë të transformimit fizik, për shkak të terapisë. Por rënja e flokëve nuk ishte as pak problem për Valmirën, madje duke mos e penguar as pak në aktivitetin e saj të përditshëm. Unë në profesion jam ekonomiste, të tillë punë bëj, mendoj që për një femër është pak e vështirë, sidomos kjo pjesa e flokëve. Dhe unë kur vi këtu, në fakt në spital, më duken që janë shumë persona si unë,
kur dal në rrugët e Tiranës më duket sikur jam e vetme. Sinqerisht nuk e kam menduar fare këtë pjesën, sidomos të pjesën e pamjes, kuptohet që domethënë ne ndryshojmë në fytyrë, nëse flokët kuptohet që po e po, madje edhe fëmijët e mi dhe sidomos djali më thotë që mami ti më pëlqen më shumë kështu dhe nuk e di nëse nesër kur të dalin flokët do të më pëlqesh më shumë nesër apo sot. Sot më pëlqen shumë dhe mua kjo më bën të ndihem mirë. Si një grua e hekur që gjithmonë betejat I ka fituar, edhe kësaj radhe Valmira thotë se do t'ja dalë, kjo fal mbështetjes së familjes dhe të miqve. Familja, miqt, të gjithë kolegët, të gjithë rrethi që ku unë jetoj, ku unë banoj, kam pasur suporte, përkraje, mbështetje që në momentin që ata domethënë e morën vesh ose unë u apasqyrova këtë si problematikë timen dhe vetëm suporte dhe mbështetje që do t'ja dalësh patjetër. Më kanë thënë dhe këtu e gjeta forcën. I kam thënë vetes në këtë periudhë 1 vit e gjysmë që Valmira thjesht atij aktiviteti tënd I është shtuar një aktivitet, I është shtuar spitali dhe ti do ta kryesh sepse e tillë je ti, dhe në fakt e tillë jam unë. Unë në fakt I fitoj betejat si person, le të shpresoj që edhe këtë betejë do ta fitoj. Duaje jetën dhe mendo pozitivisht, është motoja e Valmirës, ndërsa përcjell edhe këtë mesazh. Që t'japin vetes forcë dhe kurajo dhe ta gjejnë atë forcë, sepse ekziston ajo forcë tek ata. Ta duan jetën dhe të kenë shumë besim që do t'ja dalin. Në kuadër të promovimit të traditës Rome, për herë të parë në Roskovec është zhvilluar festivali Roma Romale 2025. Përfaqësues të komunitetit thonë se këto aktivitete I bëjnë të ndjen të barabartë, tradita Rome në Shqipëri po zbehet, ndërsa organizatat ndërkombëtare bëjnë apel për mbrojtjen e saj. Në Roskovec është zhvilluar Roma Romale 2025, festivali që promovon traditën Rome. Artistëve rom nga qytete të ndryshme në Shqipëri ju bashkua edhe një grup nga Maqedonia e Veriut. Ishte një ide në fakt që ne na ka lindur ka herët, por nuk ishim bërë se duket kushtet dhe rrethanat bashkë që kjo gjë të realizojë. Dhe ne sot jemi duke përjetuar një Roskovec ngjyrash, një Roskovec që është bërë shtëpia e pritjes dhe mirëpret mysafir të komunitetit rom nga gjithë Shqipëria, por jo vetëm. Përfaqësues të komunitetit rom thonë se aktivitetet të tilla I bëjnë të ndjen të barabartë dhe apelojnë për kthimin e tyre në traditë. Ndihemi të vlerësuar sepse Bashkia e Roskovecit ka marrë një iniciativë shumë të mirë duke promovuar kulturën rome, traditat rome. Shpresoj që këto aktivitetet të ndodhin dhe në qytetet e tjera si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egjiptian. Shpresoj që edhe në vitet në vazhdim të jem pjesë e këtij koncerti ose festivali që bëhet në Roskovec. Tradita rome në Shqipëri po zbehet, ndaj organizata të ndryshme ndërkombëtare kërkojnë mbrojtjen e saj nëpërmjet projekteve dhe mbështetjes nga shtetet ku jetojnë pakica të këtij komuniteti. Katolikët festojnë të dielën e Larit. Besimtarët të shumë morën pjesë në meshën e shenjtë në katedralen e Shën Nikollit në Lezhë, me Degu Liri dhe Dafina me vete, si fitore jetës mbi vdekjen. Besimtarët katolikë u lutën për paqe dhe harmoni. Liturgjia shënon hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe hap javën e shenjtë që kulmon me Pashkën. E diela e Larit, një nga ditët më të rëndësishme për besimtarët katolik, u festua në katedralen e Shën Nikollit në Lezhë. Të shumt ishin ata që morën pjesë në meshën e shenjtë, duke sjellë me vete Degu Liri dhe Dafina si simboli paqes, përullësisë dhe fitores së jetës mbi vdekje. Liturgjia e të dielës së Larit shënon hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe hap javën e shenjtë që kulmon me Pashkën. Gjatë meshës, arqipeshkvi I dioqezës së Lezhës, Ottavio Vitale, ftoi besimtarët të afrohen më shumë me Zotin në këto ditë të shenjta përmes lutjes, pendesës dhe dashurisë për njëri tjetrin. Atmosfera e krijuar në katedralen e Shën Nikollit dëshmoi për kushtimin e komunitetit katolik në Lezhë për të përcjellë traditën.
Edhe në botë, besimtarët ortodoks kremtuan ditën e shenjtë. Besimtarët mbushën kishat në pritje të Pashkës më datë 20 prill. Një festë e trashëguar brez pas brezi, Djela e Larit festohet në shumë vende të botës. Besimtarët e krishterë kremtojnë të Dielën e Larit kudo në botë, që shënon fillimin e javës së shenjtë të krishterë në pritje të Pashkës më 20 prill. Në Filipine, qindra besimtar katolik Filipinas u dyndën në kishën Santa Ana në Manila, e njohur gjithashtu si famullia e zojës së të braktisurve në Manila për të festuar. Në Filipine, një vend me mbizotërim katolik, mira njerëz mbushin kishat për të kremtuar fillimin e javës së shenjtë. Shumica e adhuruesve Filipinas mbajnë deg palme për t'u bekuar nga priftërinjt, ndërsa marrin pjesë në shërbimet e kishës. Për shumë, kjo ka qenë një praktikë e vazhdueshme nga brezat në familjet e tyre. E Djela e Larit përkujton hyrjen e Jezusit në Jeruzalem, kur sipas traditës së krishterë, turmat tundin deg palmash përpara ndalimit të tij të Enjten e Madhe dhe kryqëzimit të tij të Premten e Madhe. E Djela e Larit festohet në shumë vende të botës. Në Itali dhe kishat tjera gjithashtu shpërndajnë palma dhe hi të përgatitur nga djegja e palmave të vitit kaluar. Në shumë qytete dhe fshatra polak, njerëzit organizojnë gara të palmave artificiale, ndërsa në Spanjë banorët vendas lënë gjethet e palmave në diell për t'i lejuar ato të zbardhen. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minuta nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njërë është dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.